Vetë botës nuk po vendosim vetëm gur themel. Sot po vazhdojmë suksesin e judos Kosovës përmes fillimit të punimeve për zgjerimin e qendrës nacionale të judos. Judoja është suksesi më i madh që e kemi ndërtuar dhe treguar si shtet në sport. Rezultatet ndërkombëtare të judos vendore janë dëshmi e punës së përditshme dhe përkushtimit të vazhdueshëm. Kjo qendër, ku ndodhemi tani, është përëruar në shtator të vitit 2021. Një pjesë e rrugës drejt medaleve olimpike në Paris 2024 është shtruar pikërisht këtu. Pjesa tjetër është bërë në kushte më të vështira, por me punë dhe përkushtim, kjo ekip e jashtëzakonshme e judos ka sjell medale të arta olimpike nga Rio dhe Tokyo. Me angazhimin e pandalshëm të Federatës së Judos për ta ngritur Kosovën edhe më lart, në kuadër të programit Kosova Shtet i Judos, sot po nisim këtë investim të ri. Ky projekt përfshin palestër të re të judos me standarde ndërkombëtare dhe objekt multifunksional që përfshin akomodim, pishinë, sallë fitnesi dhe restoran. Projekti do të krijojë kushtet që judoja e Kosovës të vazhdoj punën përpara, të forcoj rolin e saj si qendër stërvitore në Evropë dhe njëkohësisht të kontribuoj në zgjerimin dhe ngritjen e sportit, turizmit dhe ekonomisë në vendin tonë. Pikërisht këtu, në hapësirat e palestrës së re të judos, do të zhvillohen edhe garat e sporteve luftarake në kuadër të lojrave mesdhetare 2030. Qendra ekzistuese që nga viti 2021 ka pritur vazhdimisht sportistë dhe ekipe nga vendet të ndryshme të botës për kampe stërvitore me kampionët tonë. Aktualisht po stërviten sportistë nga Ukraina dhe kjo është dëshmi se PEA është bërë vend ku judo bashkon dhe krijon ura për te kufive. I përshëndes përzemërsisht të gjithë sportistët nga Ukraina. Slava Ukraini! Investimet në kuadër të programit Kosova Shtet i Judos përfshirë edhe këtë projekt në vlerë mbi 5.7 milion euro janë përgjigje ndaj suksesit dhe rezultateve që judoja i ka sjell Kosovës. Në këtë rast, institucionet po bëjnë atë që duhet, të investojnë aty ku ka vlerë dhe ku ka rezultate. Kosova tashmë njihet si vendi kampionëve judos, detyra jonë është që këtë sukses ta bëjmë sistem dhe këtë histori ta vazhdojmë për shumë vite në të ardhmen. Ju shpreh mirënjohje secilit për punën dhe kontributin në këtë projekt, urime të gjithëve dhe ju dëshiroj suksese të reja. Ju falenderoj.